Me moton shoqërimi së sotmes është paqja e së nesërme. Nga data 28 deri më 31 maj në Durrës mbahet edicioni 21 i turneut mbarkombëtar të futbollit për fëmijë U15. Qëllimi parsor i këtij ka qenë është dhe do të mbetet shoqërimi ndërsjellë, krijimi i kushteve që fëmijët futbollin ta shohin si argëtim dhe lojë për të krijuar kushte për progres individual dhe zhvillimin e kreativitetit. Në këtë manifestim gjithkombëtar tradicionalisht marrin pjesë reprezentacionet e Tetovës, Pejës, Ulqinit, Bojanocit dhe një kuqiri i këtij edicioni Durrësi, ndërsa ekzistojnë gjasa që të pranishëm të jenë edhe një ekip i arbëreshëve të Zarës. Turneu 21 me radhë pra mbahet në Durrës nga 28 maj deri më 31 maj. Pra si që dim, pra janë 5 ekipa apo 5 shtete, pra Tetova, Peja, Ulqini, Durrësi dhe Bojanovci, kurse si mes informatave që i kemi 99% do të marrin pjesë për herën e dytë edhe arbëreshët e Zarës, në cilën ato do të madhështojnë këtë aktivitet. Me qëllim të paraqitjes dinjitoze, reprezentacioni i Tetovës që kësaj radhe me kohë ka filluar përgatitjet duke zhvilluar edhe ndeshje kontrolluese. Si zakonisht ju dini që ne një muaj para mendoj nga ajo që duhet me shku kur është data që fillon manifestimi, pra ne fillojmë përgatitjet dhe seleksionimi. Pra selektori për këtë vit është Halim Odaj, më thënë ai parafasisht që 20 ditë që po bën seleksionim, kështu që edhe sot e kalon një ndeshje mes reprezentacionit të Tetovës dhe Shkëndijës, ka dhe një ndeshje tjetër këto ditë dhe pastaj besoj që ai do të vijë në atë ekipin 18 lojtar që duhet t'i marrë me veti në këtë turne. Në 20 edicionet e zhvilluara deri më tani, Peja ka 8 kupa të fituara, Tetova 6, Durrësi 5 dhe Tërnoci 1 kupë të fituar.